një organizatë ndërkombëtare kredibile e kritikon një sistem evropian të gjyqësorit. Se kjo është sistem evropian, gjykata speciale, nuk është i Kosovës. Pra, kjo organizatë në Britani të Madhe, Bar Human Committee i Anglisë edhe Wales, përpara ka kritiku për shembull proceset gjyqësore në Rusi, proceset gjyqësore në Egjipt, proceset gjyqësore në për sisteme totalitare. Për herë të parë, një organizatë kredibile bën në raport kundër një sistemi evropian, që neve na u ka shit në opinion publik që aty ka me pas që është kredibil, pra diplomatët, përfaqësues e Bashkimit Evropian edhe sot thonë që është një gjykatë kredibile dhe e pavarur. Dhe për herë të parë, kjo gjykatë kredibile e pavarur po përballet me një organizatë që është edhe më kredibile edhe më e pavarur. Dhe unë mendoj që për ata është shumë e rëndësishme që për herë të parë Kosova, shteti i Kosovës, e ka një argument i cili mund t'ju shërbej atyre në komunikim diplomatik, në komunikim me shtetet financuese, sepse këto padrejtësi që janë bë, unë thash, këtë padrejtësi që ka bë gjykata speciale, janë në mënyrë telegrafike, janë të identifikuar. Merrni deklaratat e avokatit, i cili ka fitu i vetëm i avokat që ka fitu një rast në gjykatë speciale, ku ka kështu në botë. Paramendo në Rusi prokurorisë mbrojtjes i japin do fitore për do raporte ndërkombëtare, për me bënë farë baraspeshe. 99.9% të rase, edhe po flas për emocione banale, që s'kan peshë juridike heq, mbrojtja i ka humbë. Jo pse mbrojtja keq, është mbrojtja më mirë që ka pas Kosovë, që ka pas edhe shtetet e rajonit. Por e kemi pas një gjykatë të padrejtë e cila sot vërtetohet përmes pas them tek ky diskutimi profesional. Politikisht kujt duhet t'i kërkohet përgjegjësi tash atë? Po unë mendoj kujt duhet t'i drejtohemi se ka sikur një kohë të gjatë ne po e presim verdiktin